një bashkimi sinqert që e ka qytetarin në qendër. A është realisht një koalicion, po themi, pak të marrë parasysh për plaset që ndodhin pas të koalicionit më analizë demokratike të Kosovës dhe si që thashë në fillim të emisionit, ka pasur disa deklarime të antarëve të kryesisë të degës në Vushtri që ne përkrajmë linjën zyrtare të kryesisë qendrore lidhjes demokratike të Kosovës. E keni gjithë degën e RDK-s në koalicion atje me ju apo si është situata? Shiko, unë po vi prej një tubimi madhështor në bashkësinë lokale Magjuna dhe Dumnic e Pestov, ku nuk pat figurë të rëndësishme të lidhjes demokratike të Kosovës në Vushtri, por edhe të lëvizjes vetëvendosje, që vinë nga ato treva, por edhe të pjesëve tjera, që nuk ke prezent në atë tubim. Por fryma e strukturave të LDK-s në Vushtri, e kryetarit degës, kryetari Gjafer Tahiri, është jashtëzakonisht pozitive, jashtëzakonisht mbështetëse. Ju mendoni që duke mos pas përkrahjen e kryesisë qendrore kryetarit të saj Lumir Abdigjiku, elektorati do ta ndjek Gjafer Tahirin? Ata do ta ndjekin fitoren tonë të përbashkët, sepse ata do të jenë pjesë e qeverisjes tonë. Do të qeverisin bashkë për Vushtrin, do të kemë pjesën... Qytetarët do të përfaqësohen, do të qeverisin nëse... Jo, ata do të përfshien në pjesëmarrjen e qeverisjes në mënyrë aktive, se do ta kemi ndarjen në pushtetin në mënyrë proporcionale. Çfarë përmban kjo, po themi, kjo marrëveshje, kjo ndarje pushtetit? Ndarje proporcionale të pushtetit e ngjashme me vitin 2017, kur ne kemi ndihmuar LDK-n për të bërë fitues dhe e kemi arritur. Jo, kthej favorin atëherë. Dhe këtu duhet të ndalim tek cilat drejtori do të keni, do t'ju udhëheqni ju, cilat Liga Demokratike e Kosovës, besoj ata do ta kenë nën kryetarin, nuk e di. Ma shpjego pak marrëveshjen. Janë pothuajse të njëjtat role që i kemi pasur në vitin 2017, vetëm i kemi ndryshuar pozicionet. I din këto. Megjithatë, jemi në televizion nacional ku shihet gjithandaj Kosovës, ka një interes besoj që ta ditë se si është ndarë, si do të ndahet torta e pushtetit nëse ju fitoni zgjedhjet më nëntor. Ne thash që kemi bërë një ndarje profesionale të pushtetit e ngjashme me vitin 2017, pozicionin në nën kryetarit dhe gjysmën e drejtorive do t'i udhëheqë Liga Demokratike, kryetarin, gjysmën e drejtorive tjera do t'i qeverisë lëvizja vetëvendosje, kemi një marrëveshje bashkëpunimi. Çfarë drejtori do t'i udhëheqë Liga Demokratike? Nuk i publikojmë gjitha detajet e marrëveshjes në këtë fazë, sepse jemi duke punuar bashkërisht, kemi lënë hapësirë. Shiqo, t'ja them shumë të drejtën dhe shumë sinqert. Pikat e para debatuse për me arritjen e marrëveshja mes nesh dhe LDK-s kanë qenë çështjet programore. Kush e inicia? Por ne kemi integruar pikat e programit edhe të lidhjes demokratike në programin tonë tash të përbashkët bashkë për Vushtrin. Do të bëjmë realitet çështjen e ngrohtores së qytetit, që siguron ngrohje të përballueshme për familjet të cilat kanë paguar shumë e nuk kanë pasur ngrohje të mjaftueshme në komunën e Vushtrisë. Kemi integruar projektin e përbashkët edhe